Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka hedhur akuzat të forta ndaj kryeministrit Edi Rama duke e fajsuar për ndërhyrje politike në institucionet e drejtësisë dhe në mënyrë të veçantë në gjykatën kushtetuese. Sipas tij, zvarritja e vendimarrjes për masat e pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku është një tregues i qartë se qeveria po përdor institucionet për të mbrojtur veten. Edi Rama ka bërë parzmore shtrofullin e fundit të plaçkicëve në Shqipëri, gjykatën kushtetuese. Imagjinoni një gjykatës që ikën si nga seanca e gjykimit. Një turp njeri. Por e dinë se s'pson gjë, sepse është urdhri i Edi Ramës dhe Lubi Ballukut, siç është ai Ibrahimi. E dinë që nuk pson gjë dhe ikën. S'ka detyrë, s'ka nder, s'ka flamur, s'ka asgjë. Në të njëjtën dalje, kreu i demokratëve u ndal dhe te protesta e paralajmëruar për 10 shkurtin, duke e cilësuar atë si pjesë të një strategjie të vetme politike. Edi Rama nuk do pranoj kurrë të heq imunitetin e Lubi Ballukut. Dhe kjo vetëm sa i dorëzon në atë moment dhe imunitetin e tij. Dhe ai është i gatshëm me çdo shfim të mbrojë se i takon të dërgjet të kalbet burgjeve, ndofta edhe për 30-40 vite me aferat e tij korruptive dhe më shumë. Por Edi Rama nuk i heq imunitetin Lubis. Kjo është shumë e qartë. Imunitetin asaj dhe Edi Rama do t'ja heqin populli shqiptar dhe vetëm shqiptarët. Dhe u garantoj që do të realizojnë. Sali Berisha po jep sinjale të ngujimit të protestës në shesh duke paralajmëruar se revolta nuk ndalet pa ikur Edi Rama.